Këtu është horoskopi i martë 28 tetor 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Sot përgatituni për t'u marrë në pyetje, por edhe ju mund të ngrini zërin ose të rebeloheni. Nëse partneri thot se jeni i pakapshëm, nuk ka gabim, sot nuk dini si mendoni. Demi. Nëse duhet të përballesh me një bisedë dashurie ose familjare, vepro pikërisht këto ditë. Marrëdhëniet e reja sentimentale janë të rëndësishme. Është e rëndësishme të rishikoni disa strategji ose kushte pune. Zgjedhje. Binjakët. Përdorni imagjinatën tuaj kur ndjeni se pesimizmi po rritet. Nga pikpamja sentimentale do të jetë shumë e rëndësishme të pohohen mendimet tuaja. Gaforja. Ditë e bukur, e rëndësishme, dikush do të rizbulojë dashurinë. Për punë, figura juaj profesionale po rritet. Luani. Është një problem për t'u zgjidhur sot, në dashuri jo gjithçka është në rregull, çifte e brishta duhet të jenë më të kujdesshëm. Diskutimet mbeten për shumë shpenzime që duhet të përballoni. Virgjeresha. Në mëngjes ka një gjendje të pakëndshme, të një lodhjeje të konsiderueshme. Disa diskutime familjare. Peshorja. Vlerësoni të gjitha situatat me qetësi. Nëse nuk ndiheni në formë perfekte, kini kujdes të mos luani sporte veçanërisht të vështira. Akrepi. Ndiheni pak të lodhur, sigurisht të theksuar nga një stres i vogël që ndjeni. Dashuria kërkon shumë durim dhe sot ka të ngjarë të ketë mosmarrëveshje ose momente keqkuptimi të forta. Shigjetari. Në dashuri për disa nuk është e lehtë të harrosh një të kaluar të vështirë. Në një mosmarrëveshje mos u përpiq me çdo kusht të provosh se ke të drejtë, nuk ja vlen. Bricjapi. Ekziston një dëshirë për të ndrequr një lot, mundësitë për të ardhur. Mire në dashuri. Ujori. Është mirë të vlerësojmë kompanitë që përfshin financim të tepërt ose shpenzime saktësisht. Mund të ndjeni nevojën për të fjetur më gjatë, pasi keni nevojë të pushoni për të rikuperuar nga stresi i ditëve të fundit. Peshqit. Dita e trazuar. Shanset janë që ju duhet të telefononi dikë për të porositur, ankthet për të qetësuar. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.